Nga mbledhja e Këshillit të Ministrave, Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro njoftoi se në vazhdim të ndryshimeve ligjore të muajit mars, një vendim i ri i Këshillit të Ministrave mbështet zgjatjen e kohës së qëndrimit në shkollë, që kombinon programin e detyrueshëm me aktivitetet në kuadër të programit pas shkollet, dhe për këtë arsye ka vendosur dyfishimin e honorarit, me të cilin shpërblehen orët jashtë programit mësimor të detyruar, duke e çuar në 1000 lekë për një orë nga 500 lekë që ishte e parashikuar, si dhe duke hapur listën e bashkëpunimit për te mësuesve të shkollave me mësues në pension, eksperte specialistë të arteve, zejeve e të tjerë. Por ndërkohë kjo punë, ose kjo pjesë e programit duhet edhe të mbështetet financiarisht. Kjo është arsyeja sepse sot Këshilli i Ministrave vendosi që të dyfishoj honorarin me cilin shpërblehet këto orë jashtë mësimit të detyruar në shifrën 10.000 lekë të vjetra për orë, për 60 minuta, ishte e parashikuar 5 dhe kemi mbritur në 10, dhe jo vetëm kaq, por e hapim listën e bashkëpunëtorëve, jo vetëm me mësuesët që janë brenda sistemit shkollor, të cilët mbasi kanë kryer orët e detyrueshme, ndoshta nuk kanë dhe energjinë e duhur për të vazhduar dhe 2-3 orë të tjera, por e hapim këtë listë tashmë me këtë vendim për mësues që janë pension, por janë aktiv dhe kanë dëshirë të jenë pjesë e këtij programi, për specialistë të ndryshëm të arteve, të muzikës, për artizanë që sidomos në disa nga qytetet tona ku trashëgimia kulturore është jo vetëm tradit, por është edhe ekonomi dhe aktivitet i gjallë, të bëjmë pjesë e programeve jashtëshkollore, të cilat shkollat sot, drejtuesit e shkollave që janë dhe menaxherët të tyre kanë mundësi dhe do të kenë fondin e disponueshëm për ta përdorur këtë, për të paguar, për të shpërblyer në mënyrë dinjitoze këta bashkëpunëtorë që vinë nga komuniteti. Kështu merr kuptim edhe shkolla qendërkomunitare, ku në një farë mënyrë mësuesit edhe bashkëpunëtorët, artizanët, artistët, sportistët bëhen pjesë e këtij programi edukativ. Kumbaro bëri ftesë të hapur për të gjitha figurat e arsimit, artit, sportit që dëshirojnë të kontribuojnë në këtë program.